Mi mbrëma të dashur bashkëdhetarë shqiptarë. Shqiptarët e mi kudo që jeni, në Evropë, në Amerikë, Australi, po thënë gjithë botën. Sidomos emigrantët që janë përzyer nga toka e Shqipërisë. Presën pa durim të kthehen në tokën e Shqipërisë. Të dashur bashkëdhetarë, ne po e fillojmë dhe po i themi realitetin si u hapën ambasadat më 90. Ju më qikoni e njëherë të dashur shqiptarë. Është keqardhje për ju kur po e shikoni, shiko shqiptarë si janë bërë në vapor, sidomos kur kanë erdhur në Itali, ata italianë që thot Edi Rama i kemi miq, ata u hidhin buk tamam si kur hidhin qenve. Dhe ne ishim po atje, Amerikanët ishin dhe i ndaluan me njerë policinë italiane. Dashur bashkëdhetarë shqiptarë, a i shkoni këto 4 figura, sidomos me pardesyt e bardhë, Nanua, Berisha dhe kryeministri Meksi. A i shikoni këto 2 valigjet e spionazhit, që vajten në Itali më në thënjesh. Këta janë ata që u kanë udhëhequr juve. A i shkoni këtë fotografi dashur shqiptar. Ky është Gjoç Sorrua, plaku që është në moshën më të vjetër. Jo i biri, i jati. Ky është gazetari që sot është në Francë. Bën propagandë anti-amerikane. Është Berisha. Pra Sorrua ka që në thënjeshin dhe deri më sot që unë po flas, sidomos dhe këto 2 partitë dhe partitë e vjetra, Sorrua i ka dhënë para. Dhe Sorrua ka marrë miliona dollar nga shqiptarët. Të dashur shqiptarë, spionazhi sërb, ja ku e kini. Damir Fazliqi, a e mbani mend kur tha Berisha, unë e sjell dhe në parlament. Pas Damirit është Amerikani, që paguoshe $100,000 në muajt. Dhe kjo zonja që është këtu, po i them zonjë, si pas kulturës që kam, kjo ishe drejtoresha e UTB-s të Serbëve. Dhe këtu e ke ministrin Lulzim Bashën. Të dashur shqiptarë, këta u kanë shqyer për 32 vjetë. Këto fytyra, që janë akoma dhe sot, dhe mendojnë që kërkojnë të bëjnë votime, nuk ka votime, po ka arestime për këta që i kishini këtu. Pra, kjo është tradhtia e shqiptarëve. Kjo është që emigrantët sot janë jashtat dhe ut, emigrantët po jetojnë dhe po presën ditën e çlirimit. Dita e çlirimit është si në 10-ta. Unë po flas, do me thënë maj, është në 10-ta të dashur bashkëdhetarë shqiptarë. Fillon nga e para qeveria. Qeveria teknike dhe më pas be president do filloj nga e para si në 90-tën. Ka mundësi nëmër 2. Të dashur shqiptarë, a i shkoni ko fotografit, a i shini këtë bankë që është në Tiranë, e ka zonja e kryeministrit. Shko si qeshën, talen me ju shqiptarët. Talen me shqiptarët e mi, talen me emigrantët. Ta zotni që ishini të 2, a ishini këtë, kë nuk është vilë, po që është, si të mund, 3 herë, 4 herë me madhe se një vilë. Ka 20 dhoma. Këte e ka Edi Rama. Pra, shëgoni, kjo është në New York, në state New York. Është blokuar, do tjetë e juaja bashkëdhetarë shqiptarë. A ishini këta gazetarët, ka edhe më tepër, unë kam thënë janë 80 e ca gazetarë. Këta gazetarët bëjnë çmos, propagandë anti-shqiptare, mbrojnë 2 partitë. Dhe këta gazetarë që ishini ju, këta marrën mira dollar, kurse ju nuk keni buk të hani. Këta bëjnë propagandën, a ishini John Markën, u bëdhe deputet. Ky është e person që tha, një qësofë se Berisha përsëri këthet në parti,
unë nuk vetem me kur, pra është atje. Ta fytyra janë të këtilla. Pra, shikoni qa vili ka. Ky është vil, që ben $20 milion me parat tuaja, që si qeshën të dashur shqiptar. Qeshën të veshur, e dirama nga rruga e Francës, që jetonte në dënurat, sot me kostum. Dhe stomos ka 2 javë të dashur bashkëdetar shqiptar, ka 2 javë që tallen me shqiptarët, i thyen gratë, i thyen burrat, ben si i fortë, kurse ai është një kasht. Ai që një karton për letre të dashur bashkëdetar shqiptar. Vërtet ju vuoni. A mund të shohim dhe treshin? Ai shikin një dashur bashkëdetar Ylli, ai njifni gazetar, milioner, lot gjithë ditën në për kasino. Bredh, vërtet, njëri pa shkollë. Ka bërë shkollën në Elbasan dhe me nota të fundit. E mirëte diplomën, qeftikatën e diplomës, e mirëte e me raki, e me rush për kolonjën. Shikoni dashur bashkëdetar, si e shilegja. Kurse ju nuk keni buk të hani. Kurse ju jeni pa buk, pa ujë. Shikoni verat më të shtrenta. Dhe ujë të shtrent, gotat për floriri. A i shikoni si e pret mishin me familjen e vetë. Pra të dashur bashkëdetar, shikoni tashi si jetojnë këta, që dijes kishen brek të vishnin, sot janë milioner dhe hanë shileget. Shikoni nenën që pret fëmijit. Shikoni vajzën që qanë në Amerikë. Qanë se ka parë nenën me sy. Në Evropë, kudo si kjo vajzë ka me qindra dhe me mira vajza që janë në Evropë, Itali, në Ingilterë, që nuk vinë dot, se s'kan lej që të vinë. Pra, këta zotnit i ka përzer shqiptarët në gomona, i shpojnë dhe gomona, u marrë dhe parat, nën e shkret pret me lot në sy. Shikoj vajza si i ka lotët. Nëna nuk ka lotë, se janë tha lotët nga hidhrimi, janë tha lotët nga 34 vjetë. Nuk ka me lotë, ka ngelur e vetme, të dashur shqiptar. Kudo që jini, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja, e janë në Shqipëri. E janë vëllezër sa më parë, mua po më vish do ditë. Do njeri mund të thotë, ju pilin që i vetëm thiri. Po, bi thiri. Ka ardhur fundi. Nuk ban më. Çdo shqiptar që pyet, nuk kam bukë. Nuk kam ujë të pi. Nuk kam drita. Kurse këta, po dosha, tallin me shqiptarë. Dije këta ishin rrugët të botës. Dije këta ishin të mirët e Ministrisë të Brendshme. Ato fytyra që i patë më parë, dhe sidomos këtë fytyrë. Shikoni dashur bashkëdetar me valigjet kuqe, dosje spionazhi. Shikoni dashur bashkëdetar në Ministrinë e Brendshme me Fazliqin. Me atë zonjë që shihni aty nga fundi, drejtoresha e UTB-s të serbëve. Dhe në krahun tjetër luli duke qeshur Ministri i Brendshëm. Ky ministër që u vran 21 janari, pra të dashur shqiptar, nuk durohet më. Vëllezër kudo që jeni, Amerika është me ju. Kur them me ju, me poplin 97%. E janë të bëjmë Shqipërinë. U lutem, dashur vëllezër, e janë intelektual. E janë intelektualit që janë në Tiranë që rrinë për kafe. I ka zëngjumi. Nëse ju i një intelektual, erdi koha e soqme. Dofta ju prisni kur të vinë karriket, s'ka karrike për ju. Sot është, kush është intelektual dhe kush e do komi shqiptar të vi sa më parë. Të dashur vëllezër, të rinj, të reja, në përbot të shpërndarë, që flini me lot në sy, në natuaja u presën. U presën pa durim.
Të gjithë e din shqiptarët që Shpresa Demokrate, partia Shpresa Demokrate, do bi qeverinë teknike. Do bi edhe me president. Duan o s'duan sërbët, rusët, grekët, francezët, englezët, ne të vejmë. Erdi koha jonë të dashur shqiptarë. Ka mira vjetë që pritet kjo ditë. Erdi koha jonë të bashkojmi me Shqipërinë me kufin natyrore. Nuk e them Shqipërinë e madhe, se disa hapen me propagandë, jo. Shqipërinë me kufin që ka krijuar Zoti. Ne kemi krijuar Evropën. Unë i them gjithë Maqedonisë, shqiptarëve, e janë një sa më parë. Ju do t'jeni në shtetë shqiptarë, që u kanë ndarë, na kanë ndarë më 3. Kosovë, Malzi, Maqedoni. Përveç emigrantëve që janë nga 100 vjetë Turqi, kudo. Erdhi një Kosovar, erdhi dita juaj, të bashkohemi, të takohemi vlla me vlla, jemi një fis, jemi një racë e zgjuar. Mos prisni votimet. Shpenzimet të mëdha po bëjmë. Po flitet në për televizorit me këta fytyrat të këtilla, fytyrat të shëmtuar, marrën nga $20,000, ne dim nga i marrën, nga të huaj, ne dim që televizorit nuk kanë para, po vinë që të bëjmë propagandë anti-shqiptare, që të përçajnë shqiptarët, që të vendojnë shqiptarët. E dini pse? Sepse këto fytyra kanë bërë shkollën e sigurimit. Këto fytyra të gjitha që shihni kanë qenë me gratë toger në universitet. Sidomos që mban 2 ora, një më të djathtë e me gjithë majtë. Thot kam qenë më 200 shtete. Vite parate. A i shpe i fshati afër Pogradecit, a i s'ka pat buktante. Të dashur shqiptarë, unë po e them pa frikë. Po e them drejt, ta dini. Kur bëhet qeveria, të gjithë do marrin pasuritë e tij. 2 persona nuk do marrin pasuri. Vërlacët dhe toptanët. Për arsye se i kanë marrë me imponim, kurse të tjerët u takon pasuria. Pra, ky zotnia thot gjoja është nga toptanët. A i dëgjoni e keni marrë në mend e sa toptanë e vranë mes Parizit, sepse shiste Shqipërinë. Arriti të shiste dhe Shkodrën, unë nuk e arriti dot. Pra, koha ka erdhur e jona. Shikoni zotni, presidenti i 4 ka patur këtë vilë. Është në tokën e New Yorkut. Dhe zotnia i ka me forapit 2 kepir verë brenda në atë shtëpi. Unë nuk kam thënë të dashur shqiptar. Ne, më falni, ne i ndjekim kudo që janë. Ne i dim ku hynë, ku dalë. Po zinë për televizorit për 6 milion. Ato nuk janë 6 milion, po janë 3 fishi e atyre parave. Ne i dim si kanë vajtur. Po e marrën me qafat zotni në Amerikë, e ka ardhur me brek të grisura. Punon si gjithë të tjerët. Ka shtëpinë e tij, po i ngatrojnë dhe po flasën. Emigrantët në Amerikë po e paguajnë jo dashur shqiptar. Emigrantët që janë në Amerikë, ata mezi paguajnë qiran e tyre. Sepse në Amerikë të punosh të kesh restoran, nuk mund të kesh $1 milion. Pa mundur. Kam 50 vjetë. E pa mundur. Kurse parat vinë nga Shqipëria, vinë nga Kanadaja. Pra të dashur shqiptar, arrestimet duhet bërë në urgjent. Unë e paralemroj s'pakur. Propaganda është hapur që mbas 11 majt të bërë arrestime. Jo, do bërë më parë. Urgjent bile. Sa më parë. Unë them shqiptarve, dashur shqiptar, mos dilni për votime s'do humbisni kohën. Ne do bim qeverinë. Gjithë pasurit janë në tokën shqiptare do të keni ju. Jo këta. Ta s'do kenë asgjë. Po, do të kenë burgu. Burgu është bërë nga Amerika e nga Englezët.
Burgu është bërë në Req, afër Shkodrës. Burgjet e tjera ne do t'i hapim, sepse janë në burg, 97% janë në burg, vetëm se s'kan paguar drita. Kurse këta hanë shilege, hanë mish, më falni, hanë mish, që govë dashur o shqiptar. S'ka patur kur kështu në Shqipëri. E shgoni atë verë, bën $4-5.000. Ku gjeti parate? Vete lot tërë ditën në kasino. Po, unë kam qenë në televizorin e ti. Dhe kam ikur. Kam ikur se kam ditur pse kam ikur. Unë ka vajtër për provokim ke ai. Sepse ne vem dhe duam të dim se çfarë bëjnë. Pra, ai zotëni që vërtet do ditë për $6 milion, hedh thumba për Amerikën. Dashur shqiptar. Duan s'duan armiqtë tonë shekullor, Amerika është këtu. Amerika e do Shqipërinë. E do për të pasuruar. E do për të bërë kufinë natyrore. Kosovë, Malizi, Maqedoni, Qamëri. Ne nuk pyesëm as nga grekët, as nga njeri. Kemi Amerikën, sepse jemi në Amerikë. Paguajmë në Amerikë. Gjysh stërgjyshi. Dhe pilin që është në Amerikë. Është në Shqipëri. Ka erdhur, bën sakrificat e tia për të bërë Shqipërinë me kufi natyrore. Të dashur shqiptar, mua po mi për ditë. Unë nuk bie thirrje për revolt. Sepse shumë njerëz më shkruajnë, sidomos mbrëm, kanë shkruar mbi 250 veta. Disa më thonë, kanë të drejtë nga anë e tyre. Pilinçi, jemi gati të rrethojmë kryeministrinë. Përgjigjja ime është jo. Ne e marrëm kalan. Ne jemi ata shqiptar që e futëm kale Trojës në Greqi. Pra ne i kemi qelsat dashur shqiptar. Unë kërkoj intelektual të vinë. Unë kërkoj profesor të vinë. Unë kërkoj djem të rinj fizikisht për të hyrë në polici, për të hyrë në biron kombëtare, për të hyrë në organizatën tjetër. Unë kërkoj ekonomist, jurist, të thjesht, djem të rinj që e duan kombin. Mua po mi shumë persona. Sa s'kam kohë të fle, sepse jam në shërbim të kombit. Unë jam në shërbim të kombit, të rjeta ime, që kur kam lindur dhe deri më sot. Dashur shqiptar, e janë sa më parë. E janë të bëjmë qeverin teknike e bëjmë ne, jo ata. E janë të bëjmë me president e bëjmë ne. E janë të bëjmë kushtetutën amerikane, është bërë. Kjo është kushtetuta amerikane. Ligji një për të gjithë. Pa patru pasuri, nuk ka jetë. Pasuri do t'i mini të gjithë. Ka bollë. Dashur shqiptar, nesër në orën 6, përsëri, jam gati çdo ditë në orën 6 për të thënë realitetin dhe pyetjet që më bëni dhe që më shkruani, i lutem shumë, u pres, nuk dua revoltë, sepse këta mendojnë për revolt, për të djegur Shqipërinë. E bën gati jam në parë, po jo, nuk i lem. Ne jemi në shikim, ku do që vem. Ne dim ku i futën parat. Pra, ato parat janë tuajat, dhe ju shqiptar, si qa këtu para në këtë kemër, ju dofta nuk e mbesoni. Ju do të hani kështu. Djemt e Shqipërisë do hanë kështu, sepse Shqipëria është flori. Çfarë s'ka? Jemi me diell, ka flori, ka naftë, ka ujë, por këta rrugaqëria na kanë ulur në oritetin e shqiptarëve, sepse ka 30 vjet me njerëz pa shkollë. Dashur shqiptar, e nisëm parë, natë dhe mirë, dhe miru pafshim nesër në orën 6.